Brenda javës, lista serbe është dënuar me gjithsej 50.000 euro gjobë pasi të njëjtit kanë treguar jo disiplinë duke thyer brutalisht rregullat e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor. Fillimisht PZAP-ja ka gjobitur subjektin politik Lista Serbe me 20.000 euro për shkelje të kodit të etikës dhe mirësjelljes gjatë fushatës zgjedhore, ani pse nuk shkoi larg dhe 2 ditë më vonë në vendimin e datës 24/2025, PZAP-ja pranoi ankesën e subjektit Kosovska Savez dhe konstatoi se subjekti Lista Serbe ka shkelur edhe një herë kodin e mirësjelljes dhe detyrimet e tyre ndaj kandidatëve gjatë fushatës zgjedhore. E për këtë arsye Lista Serbe është gjobitur me 30.000 euro dhe është urdhëruar që menjëherë të largojë nga hapësirat publike të gjithë posterët dhe materialet zgjedhore që lidhen me këtë shkelje. PZAP-ja po ashtu thekson rëndësinë e respektimit e kodit e mirësjelljes për të garantuar një proces zgjedhor dhe të drejtë dhe po ashtu të ndershëm. Kësaj Lista Serbe në zgjedhjet e kaluara është dënuar disa herë radhazi, derisa këtë herë gjobat vetëse i shkuan në 50.000 euro.